Sonte do t'ju tregoj për masakrën më të gjatë dhe më të madhe që është bërë në spionazhin amerikan. Spion të vrarë nga rusët. Po pse dhe çfarë ndodhi? Tani po ja u tregoj. Është një histori e njohur tashmë, por në vitet 2000 u bë një çështje shumë e madhe, ndërkombëtare. Dhe tani po ju tregoj sepse ka patur një periudhë kohe, vazhdojnë akoma sot, që rusët me spionët rusë dhe spionët amerikanë kanë qenë dhe vazhdojnë që t'jenë rival dhe dërgojnë shpesh pra këta spion të fshehur ose të quajtur spionët e fjetur. Çfarë janë spionët e fjetur? Fillimisht, së pari duhet të dini që spionët e fjetur janë disa njerëz të përgatitur nga të gjitha palët, qoftë nga rusët, por qoftë edhe nga amerikanët, bile edhe në vendet e tjera, ku këta janë përgatitur nga shërbimet sekrete dhe nuk kanë qenë pjesë kur brenda shërbimeve sekrete, por janë përgatitur jashtë. Dhe në një moment caktuar u thonë që duhet të shkosh në filan vend, martohen me dikë, rrinë me dikë etj. Dhe rrinë fjetur, pra nuk flasin, nuk thonë asnjë gjë, derisa të vi sinjali, pra të vi sinjali nga qendra që do t'u japi një mision. Çfarë do lloj misioni qoftë ai? Për të vrarë dikë, për të çuar një pako, për të dhënë një informacion, për të qenë pjesë që të futet në punë në një vend të rëndësishëm etj. Pra, këta janë spionët e fjetur. Dhe edhe të tjerë, po këta janë ata kryesisht që njihen. Dhe nuk shpjegoj që në një periudhë kohe, në 5 vite, duke filluar që nga vitet të paktën në 85 deri në 90, që ishin eliminuar disa nga këta spion, që ishin spion të fjetur dhe të panjohur nga askush. Pra, kur i erdhi FBI-t një letër e tillë, ata menjëherë shkuan në presidencë, pra në presidencën amerikane. Dhe nga aty bën një mbledhje për të kuptuar se çfarë kishte ndodhur. Dhe brenda asaj mbledhjeje ishte edhe kapua shefi i madh i CIA-s. U munduan që të kuptonin, dërguan spion të tjerë në Rusi, bile zgjuan disa të tjerë të fjetur, duke ju thënë që të keni kujdes, sepse mund të kemi një spion brenda vendit. Mirë po nuk po e gjenin. Dhe ata kujtonin se vetëm 5 vitet e fundit, por gaboheshin, sepse kishte vite të tëra që bëhesh një gjë e tillë, pra që tregoheshin se ku gjendeshin spionët amerikanë në Rusi. Dhe këta nga rusët eliminoheshin. Dhe dikush tregonte, por nuk e gjeni se kush. Kaluan kohë, bile kur njëri nga veteranët, një tip i quajtur Robert Hansen, ishte një veteranë, ai ishte kundër spionazh, ishte i kundër spionazhit, dhe dërguan këtë Robert, dhe ai bëri një mbledhje të posaçme në periferi të Rusisë. Dhe aty u takua me 5 nga spionët e fjetur. Dhe u tregoi se çfarë duhet të bënin. Tani, e çuditshme ishte që pasi Robert iku, as për një kohë nuk u verifikua një vrasje. U verifikua më vonë, por jo nga këta të 4, të 5, pra këta që ai kishte bërë mbledhje. Pra një lëvizje fantastike. Pse? Tani po ja u tregoj se përse. Si përfundim, një ditë në vitin 2000, parafërsisht, në vitin 2000, një ushtar i thjesht, ushtar që ishte brenda CIA-s, krejtësisht shikon teksa kalon, shikon në një kompjuter që ishte ndezur ky kompjuteri, ishte hapur dera dhe ishte zyra e këtij Robert Hansenit. Dhe teksa shikon nga dera që ishte hapur, po shikonte se çfarë ishte ajo shenjë në kompjuter. Dhe e pa nga jashtë. Shikon një shenjë me fjalë, ishte plot me disa numra të çuditshme, me disa forma të çuditshme. Dhe atë ditë, me fjalë, erdhi Robert, ja tha, çdo gjë në rregull? Po, i tha, çdo gjë në rregull, po shikoj, thash, pash derën hapur dhe doja ta mbyllja. Jo më në rregull, tha Robert, i tha, isha në banjo. Dhe që atë ditë, pra sapo dolën nga zyra, pra pas dreke, ky ushtari
vdiq në një aksident shumë të çuditshëm. Dhe përpara se të vdiste në këtë aksident, i kishte thënë gruas së tij që kishte një dyshim tek ai kompjuter, por jo për njeriu, pra jo për këtë Robertin, sepse Robert ishte një veteran, askujt nuk ja priste mendje që një veteran të bënte spionin e rusëve, pra ti trahtonte. Dhe gruaja nuk tha gjë për momentin, por kur ndodhi aksidenti, parasësisht duke folur me njërin nga këta shefat e ushtarit, i tha, sepse e pyeti ai dhe i tha për këtë çudi që kishte. Dhe nga një moment filluan që të kontrollonin kompjuterat që ishin aty. Njëkohësisht edhe kompjuterin e Robertit. Ndonse për Robertin ata gjithsekush betohej që ai nuk mund të trahtonte. Kur shkon tek kompjuteri Robertit, vurën re që kishte disa fajle të çuditshme. Mirë po ata nuk i thanë gjë Robertit, sepse donin që ta kapin në flagrancë. Dhe Robert, si përfundim, pas disa muajsh, 3 muaj e gjysmë, kështu në vitin 2001, ai me një çantë të dorë shkoi dhe la në një vend, në park. Dhe atë çantë që la, pra ishte një çantë që ishte identike me atë që ai linte aty, një çantë, jo valixhe, një lloj çante. Ai në momenti që la atë çantë mori një çantë tjetër. Por tani çfarë kishte ndodhur? Këta mjeshtrat i kishin vënë një diçka çantës që ta njihnin. Dhe atë diçkan, pra atë ricevitorin e që kishte çanta, mbeti atje çanta. Kështu që e kuptuan që ky kishte ndërruar çantat dhe kishte marrë një tjetër çantë, pra që nuk ishte e njëjta. Dhe kur e kapën aty në flagrancë, pra sapo ai u shkëput, vurën re që brenda kësaj çante kishte $1.400.000. Dhe u habitën, përveç se e kuptuan që ky ishte spiuni, dhe e quan në zyrë, pra në burg, e mbyllën aty dhe filluan që t'i bënin pyetje. Merreni me mend. Robert Heinzen kishte që në vitin 1979, më falni, që në vitin 1979 që u jepte informacione rusëve. Sepse, me një fjalë, u jepte informacione dhe ata çdo herë që ai u jepte informacione, i jepni $1 milion, i jepni para. Tani tregohet, sepse nga informacionet, mendohet që ky Robert fillimisht nuk ishte spiun, por ata i kishin kërcënuar familjen. Dhe mendohet që nga kërcënimi që i kishin bërë për familjen, ai u dorëzua dhe filloi që t'i jepte informacione rusëve. Por për 22 vjet bëri gjëmën, sepse me informacionet që ai u dha rusëve, ata eliminuan që të gjithë spionët më të rrezikshëm, sepse lanë disa që mos të kuptoheshin, por lanë ata që nuk u interesonte, vetëm që i kontrollonin gjatë gjithë kohës, por vëran me 10 spion amerikan në territori rus. Dhe kjo mbahet si masakra më e madhe e spionëve të një shteti në mbar botën, sepse në një kohë thash që nga viti 80, pra 79, deri në vitin 2001 ishin me 10 ata që ky Robert Heinzen u kishte dhënë si informacion rusëve dhe rusët i eliminuan. Nuk dihet numri sakt, por mendohet që mund të ishin rreth 80 deri në 100 spion të fjetur, mes tyre edhe profesionist. Kjo pra ishte historia e çuditshme. Do të dëshiroja ju çfarë mendimi keni, nëse sot ju mendoni që ka edhe në vendet tjera që vazhdojnë ende sot që të dërgojnë spiun, apo jo, apo ka rënë shumë kjo gjë, si thoni ju, pres komentet tuaja. Dhe Rusia me Amerikën vazhdojnë ende që të dërgojnë spiun mes njëri tjetrit. Natën e mirë, kalofshi bukur.